Hamdi Salihi ka qenë para 11 vitesh i pranishëm në radhët e kombëtares shqiptare që u përballën me Serbinë në eliminatoret e paharrueshme të Europianit 2016 dhe ish bombëri kombëtare shqiptare mendon se para ndeshjes së radhës me serbët situata është thuajse e ngjashme. Në një intervistë dhënë për Sport News në News 24, Salihi i është kthyer në kohë asaj ndeshje në Beograd, duke shpresuar që të mos ketë më incidente, aq më tepër për faktin se takimi i radhës luhet në Tiranë. Në bashkëbisedimin me moderatoren Trevisa Tufa, ai ka analizuar dhe listën e Silvinjos dhe për çfarë pritet nga kuqezinjt në këto sfida të radhës që i nisin me një objektiv të qartë për të synuar kualifikimin. Salihi ka kaluar më shumë se 11 vite, si e kujton sot atë sfidë me Serbinë. Të them të drejtën, kanë kaluar shumë vite, por çdo moment është i freskët. Kur e mendoj, uroj që mos të ndodhë më kurrë. Ka qenë vërtet diçka shumë e rrezikshme, mund të përfundonte edhe më keq nga çfarë përfundoi. A kishit frikë? A mendon realisht se rrezikua jetën? Mund të më tregosh se çfarë diskutonet më pas me lojtarët? Na rikujton ndonjë detaj pikant? Nga emocionet e ndeshjes aty nuk e kupton shkallën e rrezikut, por kur u përfshim në rrëmuj dhe grushte, duke parë pamjet më pas, duke lexuar për njerëzit e rrezikshëm që kishin hyrë në fushë, duke parë që edhe mund të përshkallëzohej më shumë, ishte vërtet shumë e rrezikshme. Kur krijohet turma, mund të shkonte edhe më keq. Ne kemi kaluar pak duke bërë lojra, por ajo situatë ka qenë e vështirë. Mendon se mund të kemi sërish ndonjë histori të ngjashme me dronin e famshëm? I druhesh ndonjë episodi të tillë? Të them të drejtën, ja kam pak frikën sepse historia e popullit shqiptar me Serbinë nuk ka kujtime të mira. Kur vjen puna te ndeshja me Serbinë, ka ndikime emocionale edhe nga njerëz që nuk kanë lidhje me futbollin. Ato nuk e dinë se i prish punë futbollit. Kemi një të kaluar të keqe, shpresoj të mos ndodhë asgjë. Si e sheh sot këtë takim? Si e sheh sot Shqipërinë në raport me atë të 11 viteve më parë? Pak a shumë jemi në të njëjtën situatë dhe atëherë kishim marrë besim për shkak të disa rezultateve pozitive si ato ndaj Portugalisë dhe Danimarkës. Ekipi jonë është rritur, formuar, në çdo kompeticion futemi me besimin se mund të kualifikohemi. Si ndikon tek ekipi ky presion kaq i madh? Të gjithë e dimë që nuk është një ndeshje si gjithë të tjerat. Është e vërtetë, unë jam me një shprehje, ajo që po sillet rreth ekipit kombëtar, rëndësia e vendit nuk e fshet dot. E vetmja që trajneri apo lojtarët mund të bëjnë duhet të përgatiten për të përballur me këtë presion. Secili nga lojtarët ka historinë e vet, ekipi jonë ka arritur pjekurinë e duhur. Salihi, a jemi të dënuar për ta fituar këtë takim? Si mposhtet Serbia? Unë jam pjesë e futbollit, në 90 minuta ndodh gjithçka, mund të jesh në formë, mund të mos jesh. Kjo ndeshje është për objektivat tona dhe do luajmë për fitore. Si t'u duk lista, Salihi? Jashtë janë Seferi, rikthehet Daku, Muçi e tjerë. Do të luajmë në sulm? E dim që të gjithë filozofinë e Silvinjos, ekipi kombëtar ka një bosht kryesor lojtarësh, pastaj lëvizjet janë 3-4. Mua më pëlqen kjo gjë pasi krijon stabilitet. Dikush mbetet jashtë, dikush ftohet. Këto janë zgjedhjet e trajnerit. Jam shumë kurioze të di shijen tënde. E lëm Silvinjo në një anë. Kë do preferoje ti në sulm? Ndeshja duhet të studiohet shumë mirë, është shumë komplekse. Zgjedhja e lojtarit për të luajtur në sulm varet dhe nga lloji mesfushori që do luaj. Kushdo që luan në sulm le të shënojë. Daku, nëse luan, është më i përfshirë emocionalisht. Le të jetë më i kontrolluar, le të jetë ai lojtari që duhet në fushë. Ai po realizon me klubin. Për mua, thash, kushdo që luan, të shënoj kushdo mundet. Rikthehet Ismaili në dispozicion, rikthehet Hysaj, mendon se do të ndryshojë reparti mbrojtës? Po me sfusha. Të gjithë lojtarët janë gati, Kumbulla ka bërë mirë, edhe Ajeti që luan çdo ndeshje. Më vjen mirë që janë të gjithë lojtarët, pastaj është punë e trajnerit të qëndrojë pa gjumë dhe të zgjidhë dilemat. Në kokën e trajnerit janë të dyja ndeshjet. Një parashikim sa del ndeshja? Do fitojmë 2-0. Nuk kam parandjenja zakonisht. Shpresoj që të triumfojmë pasi do të ishte shumë mirë për ne sa i takon objektivave që kemi si ekip.